Atmosfera festive e nisjes së Kupës së Botës 2026 në Meksik është shoqëruar nga tensionet dhe protesta në rrugët e kryeqytetit. Policia bllokoi demonstruesit që tentuan të afrohen pranë stadiumit ku po zhvilloi ceremonia hapëse e turneut më të madh të futbollit në botë. Në protesta morën pjesë organizata sociale, familjarë të personave të zhdukur, mësues, kundërshtar të qeverisë, organizata fshatare dhe punonjës të transportit. Disa protestues dolën pankarta dhe u rrëzuan barriera pranë një stacioni metroje, ndërsa forcat e sigurisë u vendosën në zonë për të parandaluar përshkallëzimin e situatës. Sipas autoriteteve lokale, të paktën 6 protesta ishin planifikuar vetëm për ditën e hapjes së kampionatit. Qeveria meksikane konfirmoi se 19 lëvizje të ndryshme sociale kanë paralajmëruar demonstrime gjatë javës së inaugurimit, kryesisht pranë stadiumit dhe sheshit qendror Zocalo. Pamjet nga kryeqyteti treguan një kontrast të fortë mes festës së futbollit dhe pakënaqësive sociale. Nga njëra anë, murale të reja, trena të modernizuar dhe stadiumi i rinovuar ishin përgatitur për të pritur mijëra tifozë nga e gjithë bota. Nga ana tjetër, bizneset të shumta kishin vendosur barriera metalike përgjatë rrugëve kryesore për të mbrojtur nga vandalizimi i mundshëm. Pavarësisht tensioneve, autoritetet kanë garantuar se masat e sigurisë janë përforcuar dhe se aktivitetet e Kupës së Botës do të zhvillohen sipas planit. Meksika është një nga 3 vendet pritëse të botrorit 2026, së bashku me Shtetet e Bashkuara dhe Kanadan, në një turne historik që për herë të parë organizohet nga 3 shtete njëkohësisht.